Është koha që fetarët i japin Cezarit çfarë është Cezari. Në një Shqipëri ku çdo ditë vidhet zhduket e tjetërsohet toka publike, ku ndërtimet shumëkatësh e ngrihen mbi varfërinë e lagjeve të vjetra, lajmi që tronditi Shkodrën ditët e fundit s'kishte lidhje me ndonjë aferë të madhe korrupsioni apo abuzim miliardash. Jo, ishte një tabel. Një tabel me një varg profetik e vendosur në oborin e xhamisë Ebu Bekër, përballë një ndërtese 35 katëshe. Kush grabit qoftë edhe një pëllëmbë tokë, Allahu në ditën e Kiametit ka për t'i varur në qaf 7 palë tokë. Në pamje të parë një mbishkrim fetar pa ndonjë domethënie të veçantë. Por kur policia e shtetit me urdhër të drejtorit lokal e hoqi atë tabel më 9 nëntor, filluan të shpërthenin fjalimet e shenjta. Muftiu i Shkodrës, Imam Muhamet Sitari, reagoi publikisht duke quajtur shefin e policisë një rrugaç me pushtet. Një reagim i fortë që më shumë se moral fetar kishte shijen e një pushteti që s'do t'i prekin oborin. Nga fjalët e Zotit te trualli pa taksa. E vërteta është e hidhur. Nën petkun e fest në Shqipëri fshihet një strukturë errët pronash, tokash, fondesh dhe ndikimi politik që s'ka asnjë kontroll publik. Të gjitha institucionet fetare pa përjashtim janë përjashtuar nga çdo detyrim tatimor. Nuk paguajnë taksa për pronat, nuk japin llogari për fondet, nuk publikojnë raportime financiare, nuk deklarojnë asgjë për të ardhurat që gjenerojnë nga qirat, dhurimet, shërbimet apo fondet e huaja. Kjo s'është më fe. Kjo është ekonomi paralele, një shtet brenda shtetit që operon në mbulesën e shenjtërisë. Nëse sot një qytetar i thjesht vonon pagimin e energjisë, i sekuestrojnë llogarinë. Por një myfti, një prift apo një pastor mund të ketë pasuri, automjete dhe vila dhe shteti nuk guxon t'i kërkojë asnjë faturë. Feja si biznes nga predikimi në pasuri. Në çdo qytet shqiptar, xhamit, kishat dhe qendrat fetare janë kthyer në ndërmarrje të heshtura që shesin shpresë e bekim ndërkohë që menaxhojnë pronën e heshtje. Në emër të Zotit janë ndërtuar vila. Në emër të bamirësisë janë krijuar shoqata që mbledhin fonde pa asnjë transparencë. Në emër të paqes janë bler makina luksoze, apartamente, madje edhe biznese që asnjëherë s'kan dhënë llogari. Dhe kur dikush guxon të preki një tabel, një truall apo një muret të shenjtë, papritur dalin deklarata për sulm ndaj fesë. Por në fakt, sulm ndaj fesë është pikërisht kjo përdorimi i Zotit si mburojë për privilegje toksore. Hipokrizia e moralit të blerë. Ku janë këta moralistë të besimit kur qindra familje në Shkodër lesh apo fier përmbyten çdo dimër? Ku janë këta shërbëtorë të Zotit kur një nën kërkon ndihmë për fëmijën e sëmurë dhe shteti hesht? Ku janë këta njerëz të dritës shpirtërore kur punëtori bie nga skela dhe askush e përmend në lutje? Në vend të solidaritetit ata predikojnë durimin. Në vend të transparencës predikojnë bindjen. Në vend të llogaridhënies kërkojnë respekt. Por respekti fitohet, nuk imponohet. Dhe asnjë njeri, sado shpirtëror të pretendojë të jetë, nuk është mbi ligjin. Të taksohen si çdo qytetar tjetër. Nëse një sipërmarrës paguan tatim për çdo qindark, nëse një fermer taksohet për çdo cop tokë, pse duhet të jenë të paprekshëm hoxhallarët, priftërinjt apo pastorët? Nëse feja është për njerëzit, le të veprojë si njerëzit, jo si kasta e shenjtë e paprekshme. Koha ka ardhur që çdo institucion fetar të regjistrojë zyrtarisht të gjitha pronat dhe pasuritë që zotëron. Publikoj raportet financiare çdo vit. Paguaj taksa mbi pasurinë dhe aktivitetet ekonomike. Ndalohet përdorimi i fondeve të huaja pa transparencë të plot mbi qëllimin e tyre. Vetëm atëherë mund të flasim për besim të vërtetë. Sepse feja që nuk jep llogari për pasuritë nuk është fe, është biznes me bekim. Në fund të fundit, Zoti nuk kërkoi kur privilegje fiskale. Nuk kërkoi vila, makina apo pushtet. Nuk kërkoi të ndërtohen kisha e xhamit mbi tokën e grabitur. Por kërkoi drejtësi. Kërkoi ndershmëri. Kërkoi që njeriu të mos mashtrojë në emrin e tij. Prandaj, për të gjithë ata që predikojnë dashurinë ndërsa jetojnë në luks, që flasin për mëshirë ndërsa mbyllin syt ndaj padrejtësisë, që flasin për Zot ndërsa nuk njohin ligjin e njeriut, është koha të japin Cezarit çfarë është e Cezarit, sepse Zoti nuk do të zbresë për të bërë kontroll tatimor, por shoqëria po zgjohet, dhe kjo herë s'ka tabel që do ta ndalojë.